Rusia ka deklaruar se do të kërkojë garanci të qarta dhe të patundshme në çdo marrëveshje paqeje me Ukrainën, duke theksuar se kushti kryesor mbetet përjashtimi i përhershëm i Kievit nga anëtarësimi në NATO. Zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko u shpreh se Ukraina duhet të mbetet neutrale dhe se vendet e aleancës perëndimore duhet të zotohen për të mos e përfshirë atë në strukturat e tyre. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump përpiqet të ndërmjetësojë një armëpushtim 30 ditor, një propozim i pranuar nga Ukraina, por që presidenti rus Vladimir Putin e ka kushtozuar me disa kërkesa specifike. Trump pritet të zhvillojë një bisedë me Putinin gjatë javës për të diskutuar mundësitë e ndalimit të luftës që ka hyrë në vitin e tretë të saj. Në një intervistë për mediat ruse, Izvestia, Grushko theksoi se çdo traktat paqeje afatgjatë duhet të reflektojë interesat e Moskës dhe se garancitë e sigurisë për Rusinë janë thelbësore. Ai përsëriti gjithashtu kundërshtimin e Kremlinit për vendosjen e trupave të NATO-s në Ukrainë, qoftë edhe si paqëruetës apo vëzhgues. Sipas tij, çdo prani e forcave të huaja në territorin e Ukrainës do të konsiderohej një veprim armiqësor me pasoja të rënda. Megjithatë, Moska ka lënë të hapur mundësinë për vendosjen e vëzhguesve të paarmatosur në Ukrainë, por vetëm pas arritjes së një marrëveshje të plotë për paqe. Për momentin, negociatat mbeten të ndërlikuara, ndërsa tensionet mes Perëndimit dhe Rusisë vazhdojnë të rriten.